Sërish dje, pas takimit me zotin Rama, ku paraqitën kërkesën për Partinë Socialiste për heqjen e imunitetit, treshi i ambasadorëve deklaroi haptas dhe padorashka përpara mediave se heqja e imunitetit për ministrat, deputetët, gjyqtarët dhe zyrtarët e tjerë të lartë të vendit ka rëndësi përcaktuese dhe vendimtare për marrjen e statusit kandidat nga Shqipëria. Kryeministri Berisha ju rikujton shqiptarëve se Partia Demokratike kërkesën për heqjen e imunitetit për deputetët, ministrat, gjyqtarët dhe zyrtarët e tjerë të lartë të vendit e paraqiti në vitin 2003, kur vetë në opozit përballej me metodat shtypse të qeverisë së korruptuar socialiste. Por nisma legjislative e Partisë Demokratike u hodh poshtë nga mazhoranca socialiste, e cila sipas raportit të Bankës Botërore përvetësonte në taksa dhe dogana mbi 1.4 miliard dollar në vit, para këto të qytetarëve shqiptarë. Por në vitin 2008, Partia Socialiste refuzoi ndryshimin e kushtetutës për heqjen e imunitetit, si dhe votimin e ligjit për heqjen e tij, të përgatitur bashkarisht po atë vit. Por edhe tani, Partia Socialiste blokon sërish votimin e amendamenteve për heqjen e imunitetit. Amendamente këto që janë të standardeve më të larta evropiane, të hartuar nga ekspertët më të shquar të Këshillit të Evropës dhe të Komisionit Evropian. Zoti Rama e bën këtë vetëm e vetëm që të bllokoj për të tretën herë marrjen nga Shqipëria të statusit të vendit kandidat dhe të dënojë ëndrrën më të bukur të shqiptarëve, ëndrrën evropiane. Zoti Rama prap kërkon pazare dhe bllokime për interesat të ngushta personale politike dhe nuk pyet për interesat jetike të integrimit evropian, të rinjve, burrave dhe grave të këtij vendi. Ai nuk dëgjon zërin e qytetarëve, por diktatin e këshillit të miliarderëve me imunitet që e rrethojnë. Kryeministri Berisha i bën thirrje zotit Rama që të gjejë kurajën dhe për të dëgjuar zërin e qytetarëve të thjeshtë dhe jo diktatin e miliarderëve të partisë së tij dhe të votojë heqjen e imunitetit.